Nuk ka... Pse i më shoni shumë ide se shodhe në atë logon që keni me vete për familjen, ky ligj në çfarë elementësh e prek, apo e cënon, ose e shkatron familjen si pas jush? Luan, t'ju a them një gjë, ky ligj e shkatron përfundimisht familjen, hap rrugën për të shkatruar familjen. Nuk do të ketë më burr dhe grua, por do të ketë burr, grua, gjys grua. Nuk do të ketë më familje. Gjithë agenda e George Sorosit është që të shkatrohet familja dhe duke u shkatruar familja, individet që dalin pastaj janë pa bosht, se nuk kanë rreth kujt orientohen. Dhe çfarë shndrohen shumë shpejt ose në robotër ose në sklever. Dhe ky është synimi i këtij projekt ligji. Por shqiptarët e thash, ky Shqipëria kanë mbjetuar se ka patur familjen. Sikur Kosova dhe shqiptarët e Maqedonisë mos kishin familjen e shenjtë, sot s'do kishe as Kosova as shqiptarët e Maqedonisë. Ja u garantoj për këtë. Pra, janë mbajtur, janë mbledhur të gjitha rreth familjeve të tyre që kanë arritur të përballojnë gjithat represion shekullor kundër tyre. Kjo është pra, dhe është virtyti i një shoqërie normale. Zoti nuk mund të dalin as Edi Rama, as kush kundër Zotit. Këta po dalin kundër Zotit.